Mustafa Ramadani u lind në vitin 1950 në fshatin Greshnic. Shkollimin 4 vjeçare kreu në fshatin e tij të lindjes, ndërsa pas përfundimit të shkollimit 4 vjeçar, Mustafa Ramadani vazhdon shkollimin në shkollën fillore, që në atë kohë mësonin nga klasa e 5 në Zajas Tunel, e cila ishte e vetmja shkollë që vazhdonin mësimin. I rritur në një familje me mundësi jo të mira materiale, por babai Mustafa Ramadanit, një arsimdashës, vendos që ta regjistrojë në shkollë të mesme, por në atë kohë shkollimi i mesëm në Kërçov ishte vetëm në gjuhën maqedonase. Me një përpjekje të madhe regjistron në shkollën e mesme në Gostivar. Pas përfundimit të shkollimit të mesëm, Mustafa Ramadani regjistrohet në Prishtinë në Fakultetin Filologjik Dega Gjuhë dhe Letërsi, ku e përfundon me sukses të lartë. Pas përfundimit të fakultetit punësohet në shkollën fillore të fshatit Greshnic, ku për 40 vite ka ligjeruar lëndën gjuhë dhe letërsi shqipe. Nga vitin 1993 deri në vitin 1997 ka ushtruar detyrën e përgjegjësit të shkollës së fshatit Greshnic, e cila funksiononte në kuadër të shkollës fillore të fshatit Zajas. Mustafa Ramadani gjithashtu është njëri ndër iniciatorët e nvetësimit të shkollës së fshatit Greshnic, e cila edhe sot e kësaj dite funksionon si subjekt më vete. Mustafa Ramadani është i ftuar i radhës në emisionin Gjurmëve të prishtarëve të arsimit për të kujtuar kohën nga fillimi i mësimeve dhe punës në arsim. Në fillim mirëmbrëma për ju dhe teleshikuesit tuaj, faleminderit për ftesën. Mustafa Ramadani është i lindur 20 korrik 1950 në fshatin Greshnic. Aty jam rrit, jem shkollu, normal shkollimin fillor. Shkollimi fillor e keni në Greshnic. 8 vjeçaren e kam kryer në Zajas, atë kohë luzimi quhej, te tuneli për ndryshe. Më vonë u shpërngullëm prej aty u ndërtu shkolla e re, stacioni i policisë, që është edhe sot e kësaj dite. Një muj ditë kemi punu aksion, rregulluam moborin, edhe nisëm me sinxanës me shkollë. E tashme që ne edhe emisionin e kalu, kishim mësuesin në gjatë tarifi edhe e përmendi se kishte kry shkollën fillore të tuneli, dhe e thonë për të ri, të nuk e din, ajo shkollë ka qenë përballë xhamisë, tash ko është të tuneli? Jo, ajo ka qenë, momentalisht është shtëpi private e blerë në anën e majtë të rrugës që shkonë për Bukuj Qëpë. Dhe thonë aty ishte shkolla. Një ndërtesë e vjetër ishte. A mësus Mustafa, aty mësoni të gjithë nxënësit e fshatrave për rreth? Të gjithë nxënësit aty ishën të përfshi, por me dëshirë nuk ishte i obligueshëm mësimi në atë kohën. A mund pak të na flitni kush ishin mësuesit e juaj, kush ishte kujdestari i klasës? Mësuesit e mi, konkretisht, në klasën e parë, ka qenë një farë Emine Ballashi në Greshnic. Ma vonë i kam kuptu se pas ka qenë këndej prej t'i fshatit Drugova, se di se si mejtë. Në klasën e dytë, na ka mësuar i ashtu qujtëri Gjazibali, Bajrami, një mësues i vjetër, tani i ndjerë. Në klasën e tretë, një farë Ajredin Arslani prej Sërbice. Në klasën e 4, Ajredin Imeri prej Kërçove. Mandin kaluam në Zajas për të kryer shkollimin e plot fillor. A në Greshnica në kodët të ku shkolle funksiononte? Atëherë funksiononte si shkollë periferike në vete me emër Bashkimi.
Dhe thonë 4 vjeçare. 4 vjeçare, më vonë ato u bashkuan gjithë në 8 vjeçarin e Zajazit me emrin Rezhushi Zajasi. A kush ishte kujdestari klasës në klasë të 5? Në klasë të 5, për fat të mirë, në anën tjetër edhe për fat të keq, ishte pak shëndetik Zeqir Dauti. Faleminderit për kujtesën. Me të vërtet i përgatit erë prej normaljes Shkupit, Zefqir Shmarku, dhe lirisht edhe sot e kësaj dite mburre me atë njeri. Ishte pak i rrept, kërkonte shumë, mirë po ishte principiell. Unë shpesh e them me matematikën aj që na i ligjeronte atë ko, unë kam kry shkollën e mesme. Shumë i përgatit. Por fatje, deshi nuk jetoj gjatë, nga 2 vjetë më duket, të klasën e 7, në rojjet, më vonë, në klasën e 7, një farë Olloman edhe aj tani i ndjerë, Olloman Ajredini për Greshtisë. Jeton të më vonë në Shkup, atje dhe mbaroj jetën edhe aj për fat të keq nuk është në mesin e të gjallëve. Klasë si kujdestar klasë. Në klasën e 8, një farë, në qoftë se ke dëgju, prej asaj anës tuaj atje, Abib Ahmeti. Jeton tash si ti është gjallë, bile ka Prizreni. Shumë i përgatit ishte. Gjithë këto ishin me shkolla të mesme, normale asaj kohë, po të përgatit me të vërtet. Edhe gjimnazin asaj kohë. Para se të kalujmë ke gjimnazi, ta përmbyllim këtu në shkollën fillore, më intereson numri i nxënësve sa ishte mësues. Në atë kohë. Po, në atë kohë. Ku mësoni ti? Po, në atë kohë 2 paralele gjithë një kishte. Edhe pse nuk ishte obligueshëm mësimi fillor. Në atë kohë nuk emroheshin klasët si tani me numra, por me shkronja. Paralelja për shembull e 5A, paralelja e 5B, e 5AC, kështu me radhë. E gjithë një ne kemi qenë 2 paralele, konkretisht unë në paralele B. Ashtu se si ndanin, çfarë forme ato nuk e di mësuesit atëherë. I thash, prindri juaj nuk ka qenë me shkollë? Jo, prindim ka qenë bujk, nëna Anvise, por dashamir i arsimit. Kjo që ty desha edhe me pyet se si vendosi të dërguaj në Shkup në shkollë të mesme? Në Gosivar, kam qenë shkollën e mesme, gjimnazin e kam kry, me që këtu ishte macedonisht, ne prej fshati gjuhën macedone, mos them as pak, po fare pak e njiftim atë që ka kishë mësu me programin shkollor, kur gjo ma tepër. Dhe u regjistrova bile me miq, tash mos them me miq të korruptu, por sepse nuk pranonin prej komunave tjera. Komuna duhe në atë kohë t'i paguan të komunës tjetër për një nxënës a për 2 sa i ka. Pata problem në regjistrim, po u pranova disi në gjimnazin e atëhershëm në Gosivar, Panqe Poposki quheshte, sot më duket ja ka ndryshuar në shkolla e mesme që komunale ashtu diçka. E kanë tjeka të Po, i kanë. Edhe ashtu disi, krymë gjimnazin, me sukses, bile dhe atje i falenderoj kujdestarin e klasës Fejim Reçani, Fejim Sejfullah Reçani, 2 vjetë kujdestar klase, mandejaj në Aljaneve, sepse ligjeron të quhen latine, për ndryshe profesori gjuhës ishte, klasën e 3 dhe 4, një farë Zjardin Karpuzi, ligjerues i filozofisë, edhe kështu mbarum gjimnazin në Gosivar. Kishte interes për shkollim mësues Mustafa Po, atë kohë? jo edhe aqë. Pse do një pjesë, tash se është interesant të gjithë ju që keni shkuar në atë kohë në të ndiqni mësimet, keni përfundu, jeni impulsu, dhe thënë keni qenë të përkushtu, se sot me këtë obligueshmin është pak diçka tjetër, prandaj them ata që shkonin ishin të interesuar për mësim.
Po pa tjetër duhe jasisoj, sepse argjimet ishin të mëdhaja. Ne pagunim në atë kohë internate, pagunim ushqime, pagunim banesa. Përballimi ishte i vështirë. Edhe të shkosh të endesh rrugëve, edhe pse nuk ishim atë komoditet në atë kohë, po e mbaruam disi me sukses, edhe vazhduam studimet mande në Prishtinë, bile hoqa, si e thonë, pak keq, kur u punësuam nga sistemi, pse ke ikë, pse ke shku në Prishtinë, pse s'ke rëth në Shkup, ose në Macedoni me një fjalë. Po edhe ajo kaloi. Ju vazhduat në drejtimin e? Gjuhë dhe letërsi kam kryer, 71, 72, edhe me njëherë u punësova. Kishte nevojë, sepse mësime në atë kohë e ligjeronin më tepër mësues dhe bile për fat të keq them edhe me 8 vjeçare. Dalloheshin pak. E me ardhjen tonë si ndryshoi pak arsimi. Edhe këto që kishin mbaruar normalin e asaj kohe si mësues, me vërtet ishin të përgatitur. Me vërtet. Mësues Mustafa, kom dëgjuar se në Prishtinë ka kërkuar shumë nga studentët që kanë qenë nga Maqedonia për t'i përgatit duke e marrë parasysh edhe do të thënë numrin e popullsisë që ka qenë e përzirë këtu tek ne që të dalin sa më të suksesshëm. Si kujtoni ata profesor? Po, si të them, edhe ato me të vërtet ishin të përgatitur dhe tregonin interes. Në krahasim me sot mund të bëj një dallim shumë të madh. Më kujtohet Ramis Kelmendi, na diktonte me qëllim edhe afroheshte, gjente fjalë më të vështira që nuk mund t'i kapim, i lëshonim me gabime, edhe vinte me gisht ke gabu. Ose kujtoj Recep Hoxhën, që sot nuk përmende, sepse politika e ka bërë vetën duhet t'imi pak të real. E ca të tjerë tash mos i radhis, lektyrat e Recep Hoxhës me dëshirë më të madhe i punoja me nxënësit. Lugjet e verdha nuk e humbin vlerën asnjëherë. Po sot të shkruan nga shpirti. Ose të Maqedonisë kujtoj me Ahmedali Hoxhën. Legjend. Sot s'ke asnjë poezi aty, ose Anton Qetës. Merë sot libra dhe leximit, asnjë poezi fare s'ke atyre. Ma ishën të përmend. A mendoni se është e domshme ajo që i hoqën nga librat shkollore? Shive, e di se është puna. Edhe ajo është e domshme, po kishte edhe gjëra të tepërta. E do përshtajem në që i përmendet ju. Po këto që i përmenda unë, edhe sot e kanë vendin në për librat e leximit, ose në antologji të ndryshme, me siguri edhe jonë në antologji. Por kishte edhe gjëra që kohat sot nuk i duron. Çdo libër niste me fotografinë, ta them atëherë shokut Tito. A është libri i kimisë, a është libri i biologjisë, a është libri i leximit. Fleta e parë ishte... E pata qëllimin ke çështja e letërsisë, të personaliteteve që i përmendet ju që kanë shkruar poezi dhe që keni punuar me disa pjesë të tyre, që sot kush e din a din fëmijët të nxënësit për këta figura që ne që jemi një kohë tash mbi 40 vjet kemi dëgjuar, i dim me që si fëmijë jetuam. Shumë mirë e kuptova pyetjen tuaj, edhe pyetje e qelluar. Këto fëmijë me bën një anketë, lene që s'din, para se kanë ndërmend të din. As din, as ndërmend të din. Këto fëmijë tani që rriten, janë ke TikToku, gjë që është pozitive, nuk them se është negative, por e tepruar, fare e tepruar. Edhe është për ta keq për moment. S'kemi zgjojmë koha ka të ti. Mësues Mustafa, ju kryet fakultetin dhe ku punësuat fillim? U punësova në fillim, po aty edhe fillim edhe mbarimi u pensionova në të gjeqare në Regjo Shrit Zajazi, 81, 82, mandi
me ndarjen e fshatit Greshnic, ne të kësaj ane erdhëm në Greshnic, edhe aty u pensionova, pas një ditë pushimi. Prej ditës së parë, gjerë në pensionim. Si e kujtoni një orë të parë, mësus Mustaf? Mrekulli. Këtë unë do të bëni krahasim që se më lejohet. Kisha do student që vinin nga Universiteti i Tetovës për stazhin pedagogjik. 7 dita nuk e di se sa, dallimi madh. Ne në atë kohë një semestër jashta procesit mësimor, shkonim në shkollë jep një mësim. E kishim të caktuar një mentor, ligjerusin i shkollës, i merrin temat dhe shkonim, edhe nuk e pata atë problem si tani që e kanë. Po, s'ke shka me i bë, koha e ka si. Tha një orë të parë, do kështë dash të flasim rrët asaj, sa nxanës gjetët, si u pritën nxanësit, si u pritën kolektivi? Shumë mirë. Ne erdhëm si, mos themon tash si shpëtimtar, por të kualifikuarit, e pa ndër të kualifikuarit, tash mos them se i vetmi, një gjenerat, edhe i anisëm në shkollën fillore Regjë Rushit Zajazi, bile më kujtohet mësuesi im edhe kolegu ish Medin Emini, ishte përgjegjës atëherë në Zajas, edhe më thot mu, o zoti Mustaf të the montash, kushtimisht, abre s'kom një 8 orë ku t'ja hap matematikë. O zoti Medin të them, s'kom gjithë tash me matematikë, unë shkollë të mesme, që shka mësu, deri në shkollë të mesme. O nuk ka thot kushti ligjerojt, do t'i lëmë, kjo është për të mirën e nxënësve. Nga më të dobtit të zgjedhim pak më të mirin, e kuptoj unë atë që të thosh. Dhe do të hapësh fjalën për do t'i marrë librat në shtëpi. Nuk desha t'ja lejoj vetes, të bëhem që sharak në klasë, veç hën e dil. Më duket ka se 6 ishte. I studiova libra 2 ditë në shtëpi, edhe më kujtuaj mësuesi im që e përmenda në fillim. Thash do të bëhet zoti Medin, ju bëhet shefi sigur pranoj një profesor të matematikës, se ju një mësues të thjesht, bile unë llogaritëm me gjimnaz në atë moment. Edhe e kaluam disi viti shkollor, mandej edhe këto të përgatit Zeqiri Mini, do qire kështu me radhë. Kohët vështira ishin atë kohë, se nuk ishin kualifikuar. Po, ka qenë fillimet. Fillime, absolutisht, po thash me 8 vjeçare i jep din mësim. Që unë nuk dua t'i përmend, sepse dhe ato e kryen punën si ne. Duhet që dikush të mbuloj atë zbrasti. Janë pjesë e saj që kanë qurë rrotën për para. Absolutisht. Shumë, Mustaf, ju keni qenë edhe zamens drejtor mos gaboja përgjegjës për shkollën e Greshnicës. A mund të na flitni pak si organizonit në atë kohë mësimin, me që kime dhe disa deklarata në arkiv televizionit Tuskana që i keni thonë, asaj kohë mas vitit 93-4 kur keni qenë atë pozit. Është e vërtet se nga viti 93-94 deri 96-7, 4 vjetë, sa zgjatë ai mandat, isha përgjegjës edhe drejtor, sepse s'kishte tjetër aty, akoma ishim në suazat e shkollës fillore Regjë Rushit Zajaz, edhe jem ai që e barta krejt barën për shkollën e Greshnicës, që atë kohë që është njësi punuese, përgatita ndarjen e shkollës, mbetësimin nga Regjë Rushit Zajazi, me shumë probleme, sepse ishin ato problemet asaj kohe, me baqishtin e kishim atë problemin më të madh. Ne u futëm disa aktiviteteve, disi na pranoheshin, por në mënyrë jo kështu edhe legale edhe gjys legale, si të them.
hoqëm pak keq me ministrin e atëhershëm Bajallxhiev, që se ja kam harru emrin. Një 2-3 herë kam qenë në Ministrinë e Arsimit. Më priti mirë një sekretari atëhershëm, historian duket ishte Aqkoski mbi emrin ashtu diçka. Edhe më dhanë fjalën se do ta mbetësojmë, por procedura duhet vazhdojnë, jo me njëherë. Edhe ashtu ndodhi, pas një viti, u mbetësuam nga Rexhi Rshid Xhajazi, edhe nisi si shkollë, si subjekt dhe vete, bile edhe emrin Faik Konica, unë e kam propozuar. Dhe thënë, ju jeni pjesë e asaj që sot Greshnica ka një shkollë fillare të kontribusi, do të kështë thonë. Kontribusi normalisht bashkë me kolektivin, sepse vetë nuk bashkë punë, nuk është punë private. Kolektivi me dëvërtet kishën respekt, më respektonin, i respektoja, pjesa dërmuese edhe moshatarët e mi ishën, e kështu me radhë. Rreth shkollës së Batshishtit, a mund pak të na flitni mësues Mustaf për peripecit që ju i keni pas asoj kohë për fillimin me mësim në gjuhën shqipe të asaj, të atyre nxënësve që ishin pjesë e shkollës së Xhajazit, edhe ata, se me që binin në shkollën e juaj, po 92-shin ka qenë pjesë e shkollës Rexhi Rshid Xhajazi. Them të drejtën, ishte pak vështirë. Nga se atë kohë, Batshishti ishte molla e sherrët. Jo vetë Greshnicën, por për gjithë Kërçovën. Herë vinte kryetari atëhershëm Crvenkoski, herë do të tjerë, kështu do ta bëjmë, ashtu do ta bëjmë. Herë vinin këto, sepse prosperiteti ishte në atë kohë. Pushtet. Në pushtet dhe kontaktet i mbanin me qeverinë. Ai kryetari i ndjerë, nuk kujtohet emri. Abdulrahman Aliti, ai na vinte na jepte kurajo edhe ikte. Jemi marrë vesh këtu, jemi marrë ashtu, po punën na linte neve. Dhe me Batshishtin ja arritëm disi qëllimit, ti mbetësojmë, në realitet të mësojnë në gjuhën shqipe, por vështirësitë ishin të mëdha, sepse e vërteta është e vërtet, ato flisin maqedonisht. Edhe shpesher na vinin këshilltarë. Unë veç do të marrë pak kohë të tregoj një moment kur erdhën këshilltarët, atë 20 vetë, ase disa krejt të Shkupit, të Tetovës, edhe të Strugës. Edhe kanë hyrë, gjoja bëjnë testim me nxënësit për njohuri të përgjithshme në lëndë të ndryshme. Mirë, për qëllimin nuk i kishën pas të lëndët, se unë i kuptova mandin bisedë me ato, qëllimin e kishën pas nxënësit si flasin ndërmjet veti. Edhe rrinin mrenda në klasë, nuk u intereson da e ka plësu testin, as e ka plësu. Nxënës me nxënës që bisedojnë. Edhe më erdhë një darsëm ishte rastisht dodhe aty në lagj, edhe thash, hajtë shkojnë marrë, edhe që e kemi ne me ato kazonet, e mbushën një tenxhere me një ushqim, çka kishte atëherë, edhe i thira të gjithë, hajdeni, vashtrova në salë, do pjata prej shtëpisë, organizimi nuk ishte si tashti me këto restorantet me ato. Edhe i thirë, hajdeni në drekë. Njëri nuk del nga klasa, në ciklin e ullët, pa në klasë 3, në klasë 4. Emrin duket e kishte Kolje, Nikola, Strugon. Edhe unë i vajta në klasë, është kolega, hajdeni në drekë. Ai mu përgjigj shqip, edhe pak. Kur u kthy mandej, ajo edhe pak mu mbeti breng. Hëngrën, u quan, nisën të ikin, edhe i them ati, hajde pak në zyrë të unë, do të vi. Shqip komunikon me mu.
a kishte pasjen nga këto dhehtë. Shqipen e dinte si këto, që dollet këto që i flasin. Dhe shumë interesant, kolegat më thot mu, macedonisht nisi, jam i befasu. Për, tha, unë kam pas detyrë, a i më tërgoj, kam pas detyrë që nxënësit të vërtetoj në ciklin e ulljet, se ato mas miri nuk kanë ato manipulime, ato sherrët që thonë. Janë matë pastër. Matë pastër. Edhe në mes nxënësve e gjeta, me të vërtetë kërë hyra në klasë, izdenatën, tha, u befasova. Unë do të them original, kërkoj falje shikuzve, izdenatën, tha shumë, to ashtë to goslushtav. Pse që prenesat, desata, zhvëruvat albanski, kako ne znat albanski. Edhe që ashtu beti, fëmijët, fjalla e ti, mund të them, jo vendimtare, por nga vendimtaret, do të them, tha, original, se nxënësit, një nxënës nuk ka folë Macedoni. Ta pas ka qenë korrekte në... Absolutisht. Edhe me atë ndava mas miri. Ja nisëm Shqipën, e folë të pastër. Ka qenë një kontribut i madh i juaj që është fillua që të mësohet Shqip, por duhet të flitet për arsye mos mendojnë se aq lehtë ka erdhur deri tek mësimi në gjuhën shqipe. Pas ka pas ata rreziqet e veta dhe guximi i madh i juaj edhe si udhëtësi, por edhe si arsimtar që po sa edhe Mërgata u ndihmonte në këtë drejtim. Po Mërgata ndihmoi në këtë drejtim gjenë të mvetësimi. Mërgata e mate, se nga mos saktë më kujtohet, po deri në mvetësim, deri në pranimin e paraleleve në Shqipe, Mërgata ato punonin privatisht më duket. Llogaritësh sikur privatja. Edhe rrogat u vinin prej jashtë. Sa Mërgata ka dhënë një kontribut. Absolutisht, ajo s'ka diskutim për ata. A mund të na bëni një krahasim të numrit të nxënësve? Prapë përmenda në fillim me sa i gjetët klasat dhe me sa i latë në fund. Po unë do ta nis se më tepër me numrin e nxënësve e marr kur isha përgjegjës. Më vjen keq ditët e sotit kur pyes parë kishte shkolla si mysafir neve, si veteran të arsimit në Athirën, e pyes ishte nxënës, tani punon aty. Sa nxënës vrekin në klasën e para, dytë, pyetja si erdhi, 2 nxënës. Unë i ngreta durt. Si be 2 nxënës, Greshtica 400 shtëpi, me 2 nxënës kam ajo është katastrofë. Në atë kohë, tash konkretisht 93, 97, gumzhiste koridori. Aty kishte ndonjëherë 610 nxënës, ndonjëherë 612, 615, aty dikundi numri. Flas me periferinë. Tani unë nuk e di saktë sa nxënës, po 50 nxënës thonë që se të kemi. Sa jeni të punësuar, po jemi thot një 60. Ma shumë ka punëtor se nxënës. Patëm një lajm që përgatitën për atë shpërngulje të nxënësve, ishte interesant Greshnica. Gjatë dhe nxënës ishin regjistruar në perëndim, 2 vetëm në Greshicë. Do të thonë 60. Po që dhe kjo mu djem rasti si kjo djem, unë nuk e vastova. Do të thonë kjo erdhë gradualisht kjo rënja e numrit sipas asaj që thonë ju mbas 95 se thonë. Po ashtu i pi, duhemi ta pranojmë ashtu gjë. Dhe se këto tash një numër ka edhe migrimi e bënd vetën, fshat qytet. Shembull, nipat e mi, mesat, mësojnë në Kërçofë. Po përsëri nuk mbushet ai numër, 3 paralelje kisha unë në atë kohë. 3 paralelje, i hiknim ati numrit, se ishin nxënësit 72-3 në një vit shkollor, hajde t'i bojmë 3, t'jenë pak ma komod. Dhe u pensionuat në vitin? Në vitin 2015-2016 nuk e nisa fare, prej vitit të ri. Si u ndihet kur u ndahet nga nxënësi? Të them të drejtën, dikush ndjehet shumë keq,
unë ndjeva mirë. Disa ma bëjnë këtë pyetje, pse mirë? Mu më vinte pak i natë, kur nxënësi vinë pa detyra. Nxënësi vjen, u caktorëm të librat, gjojat i lexojnë pak a shumë. Veç ngrenë në kam, se kam bë detyrën, se kam bë këtë, interesimi ra kresisht edhe me vete me ndohë të shkur të lirohet, se nuk më linë të ndërgjegje, ata lishojnë nxënësin, nuk ishën pyetje për notë. Dysh i jepet se kuj, a duhet nesër të bëhet, një punëtor, kështu, ashtu, duhet diçka të punoj. A më hajde se është i jemi, i pi 5 se duhet të shkoj filon shkollë. I pi 5 se duhet shkojnë te kjo, si thon kësaj shkollës turke, Yahya Kemal. Duhet të regjistroj atje moketa si 4. Fillon të shikojnë numrin jo cilësi. Absolutisht, edhe sot e kësaj ditë është ajo. Po, me këtë që thoni ju, mësus Mustafa Teribje që xhasit ma herët kanë qenë shumë më të mirë. Më duhet ta pranoj shumë më të mirë. Unë me nxënësit e mirë, pjesën ndërmuese që punë në arsipi kam pas edhe nxënës edhe kolegë. I kujtoj kështu me kënaqësinë më të madhe. Sot ku e di a do gjesh dhe i nxënës për ta mbajt mend. Se në zakonisht nxënësit e mirë mbajnë mend edhe të dopt. Edhe ajo është mesatarë të harrojnë që këto fotot që i ka punë, i kam si gjof. Para se të kalon fotot edhe një pyetje tjetër, me që sot arsimtarët i vendos politika. Sa më herët politika vendoste për arsimtarët, me që bisedohet për njerëz që duhet të ndajnë diturinë dhe të jenë më të mirit aty, jo më të përshtatshëm për politikën. Këtu më ke prek thellë në tel. Për keqardhja është. I miri nuk shihet kërkundi. A si ishte në kotëm? Do thënë, së paku kishte një konkurs. Si do që ishte ai konkurs, kishte një konkurs. Edhe konkuronin. Unë, ju, a tjetëri, treti, katërti, do të zgjidhështë e një. Kështu nuk shef kush konkuron. I thot në mëngjes, shko punon në Greshnicë. Shko punon në Zajas. Gjë që unë edhe tash nuk du ta... Me thanë, ju si veteran e arsimit, a do shqetjen edhe një apel me që ju thatë që është e ndryshme që politika tjetë sa më larkë arsimit? Absolutisht, as nuk ka diskutim, po sot një shërbetor, mos them ta shërbetor, po një ndihmës, punëtor ndihmës, duhet ta caktojnë, mos të projë tash më mësijet për të modhe, kryetari ta caktojnë kush do jetë shërbetor në Greshnicë ose Zajas. Është e kje që Mësus Mustafa se kjetë edhe shprejnë hapë, se thonë duhet me vendosë nga partia ose nga komuna. Kjo është ma e keqja. Ma e keqja është kjo. Dikur drejtorët jepte mendim, për nuk vendoste, edhe pse thonë se partia komuniste, nuk vendoste, por jepte mendim. Këtë duhet ta pranojnë. Për pëlqimet. Pëlqimet, mendimet i jepte. Por zgjidhte 2-3 kandidatë, edhe do thoshte zgjidhin mes filanit. Tash jo, thot, shko puno Greshnicë, shko puno Këndel. Mësus Mustafa, ne një pjesë të, apo ka pjesë e fundit të emisioneve me veteranët, e kemi të ndarë edhe për fotografit që vetë musafirët tanë, konkretisht edhe ju, që të flasin pak që të kthehen në kohë dhe në kujtime për nëpërmjet fotove. A mund të na flitni për foto pak me që ne së bashku me ju i zgjodhëm që flasim në këtë emision? Kjo është klasa e dytë me mësuesin Bajram Bajrami, ose ne si që njohim në thonë Xhaxhibali, mësues me kurse pedagogjike, por për kohën mjaft i dobishëm dhe i Zoti. Është interesant Mësus Mustafa në këtë foto që e shohim tash, me që shumë ka pas kritika, ka ndiku feja dhe nuk di çka në mos mësimin e vajzave. Këtu shoh një foto që ma tepër duken vajzat keq se sa... Po,
kjo e demanton atë momentalisht që e thoni ju. Shof edhe unë shof rendin në mes, janë më tepër vajza se djem, por një ndasi edhe sot e kësaj dite ekziston, vajza të veç, djem të veç. Po është mentalitet. Po kjo foto është me siguri e vitit 1950. Po kjo 1958 duhet tjetë, se këtu jem në klasën e 2 që moment këtu unë jam në realitet. Edhe shumë interesant se atë si kohë kur fotografoheshim, po nuk e kam atë foto nga një trandofil vënim në gojë, stoli e kohës. Këtu jem në klasën e 6, ose në klasën e 7, tash sakt 62 duhet kemë qenë, klasën e 5 qenë ka, klasa e 5, me kujdestar Zeqir Dautin që përmenda, më vjen keq që iku nga kjo botë shumë i ri, me siguri të kështë e vazhdu jetën, sot do të përmende si një doktor i shkencave natyrore. Dhe Begjetin, asa kohë nga ligjeron dhe lëndën e historisë. Unë jam dikund që qëtu, për fatë të ketë gjysma e këtyre, sot nuk jetojnë bashkë me mësuesit. Zeqir Dauti, vetëm se shkolla e dromishtit e mban, dromishtit ma the emrin. Po, edhe kam vepru mirë, s'paku si shkollë që emrit i përmendet. E meriton të me të vërdet. Këtu jem në 8 vjeqare me kujdestar Oloman pas Zeqir Dautit, Oloman Ajredinin nga Greshnica, jetën u shpërngull në Shkup dhe atje edhe ndroj jetë, edhe ti me siguri e njef mësuesin me Gjait Lutfiu, që punon dhe në Sande, me Olomanin, në atë ko, si normalist, në ligjeron dhe lëndën e fizikës. Dhe s'ta merë menja si normalist. Aqë mire ligjeron të fizikën, sa që kur në pyte me ato blokët, me fotot, hajde për rrymën, hajde për atë, se tash mo nuk kujtohen ato edhe nuk e kam vazhdua drejtim, sot nuk i kjerë nga këto që e rahin gjokësin se janë të përgatit. Normalista të dy. Tu do të analizojmë këtë foto kur punësimi i pari në shkollën fillore Regj Rushid Zajazi, fshati Zajas, ku gjysma e kolegëve janë të ndjerë, për fat të keqë. Një pjesë të veç që i njeh, unë dikundi jam qështu. Drejtori ishte në atë kohë i shkollës? Drejtori ishte Kasum Sadiku. Po, drejtor shkollës. Edhe ligjeronte në gjimnas në atë kohë duke gjuhën franke. Këtu, si jam këthy prej ushtrije, nuk gjeta vend pune, sepse nuk isha vendim, shkollat i kishën mbulu vendet e lira vakante, dhe kështu, se di për të mirën time, dikush shkoj ushtarë Zajaz Gjuma. Edhe unë shkova në shkollë fillore me duket klasa e 3, nëse s'kam harruar, edhe me qëllim këtë foto e mora, pasi këto të 3 janë nuk jetojnë ma, vjen keq, Sabri Sejdini, që ose e ke dëgju, Daljush Dylbeari, edhe Gjabidini, babaj, nuk e di ku punon ai djali, shërbetor ishte atë në atë kohë, edhe unë atë. U jem, e kisha pak qef sportin, gjunja ka pak për qefin të im futbol, në atë kohë organizoheshin për ditën e shkollës, turne futbolin, që ose ke dëgju në flasë për në Zajas, se tash nuk ka atje farë organizimi.
edhe luaja për shkollën, që aty si na shef me ato dresat. E kom pas qif sportin, futbolin. Tu jemi në Zajas, prap me kolektivin e shkollës, ku për fat të keq edhe këtu gati gjysma. Edhe kjo është një ndër ato fotot e para. Këtu jem me një grup nxënësish, si kujdestar klase, por koha pak më e vjetër me qëllim e mora për shkak të veshje. Më kara në sy, dhe këtë desha si pyetje pikur e pashket, në shkollat tona promovohen veshjet të huajat që nuk kanë lidhje me kërçovën. Sa ju bo një përpjekje që veshjet atëherë të lidhen me trevat e vendit? Një mendim kemi këtu. Unë për herë e them se e luftoj se si jem askushi për ta luftuar, ne e kemi ndryshu krejtësisht veshjen kombëtare. Sidomos gjenia femërore. Ne jemi kthy ka lindja të them. Pa marrë parasysh në atë pjesë, po këtu janë veshjet... Këto janë me 2000 atë në atë kohë. Të lidhen me vendin e ju. Sot në për shkollat ti ke veshjet të trevave të Kosovës, që nuk lidhen hiç me Kërçovën, as të Kosovës nuk janë. As të Kosovës nuk janë, se me qenë të Kosovës është prapë mirë. Spaku e ka prej dikunde atë bazën, rrjedh prej dikunde. Në Kosovë banë ato, se unë njeh mirë në atë kohë kur ishëm ne si student, ato thoshin aty në dimijave kule. E tash të i shefti ato këngëtarët me këto dollomat, ato s'janë tonët. Veshje më e mirë, bash veshje i lire është, ne i thomi kështu thjesht në gjuhë popullore me të gjata. Absolutisht është veshje i lire. Pas një ndërhyrje. E sa vajza gjithë janë interesant si foto, gjithë me dimija janë, Gjithë me dimija. Me qëllime zgjodha, shive sa ka pas një klasë, që? Ati janë 30 nxanës me... Mbi 30 duhet t'jenë sigurisht. Këtu jëm në shkollë me kolektivin, kur isha si përgjegjës, kur vini këto fotografistët për nxënësit e në na bani kështu në i foto. Ky është i rastit, Gjemën me siguri duhet ta njefësh. Ajo afër meje është një mësuese maqedonishtes, Nureddin Osmani, Meti ose Gjak Meti që i thomi ne. Edhe ky Gjevdet Bajrami që është i mirë edhe ky. Këtu jemi në mbrëmje në një aheng ku pas mbajtjes së garave më duket regionale për gjuhë dhe letërsi, bile organizator në mesin e të tjerëve ishte edhe Azi Mustafa, doktori, shoku im i ngushtë, edhe aty jemi në atë aheng të bë një qef në mbrëmje. Këtu, me që në vitin 1992 unë isha kryetari shoqërisë kulturore artistike Xixa. Dhe për herë të parë ne e hapëm festivalin Këngjeho. Ndër të parët, më them, i pari ndër të parët. Edhe e pagëzuam Këngjeho që më duket edhe sot e kësaj dite vazhdon, po diçka e përpunuar, ama nuk është popullore. Edhe marrim këtu pjesë në mbrëmje. Në natë mes ishte edhe Xharjegja e Zajazit, ku kryetari ishte Mustafa Ahmedi, edhe Uskana e Kërçovës, kryetari ishte më duket ai kolegu im, si e ka emrin, nuk kujtohet tash, nuk kujtohet, Trevetish, për i Kërçovë. Organizuam një muj ditë përpara, në realitet atë barën kryesore e kishte një profesor i muzikës nga Struga, ai organizoi, edhe pagëzuam me emrin Këngjeho. 92-shin, për herë të parë kemi startuar ne, defiluam ka Ljumi Kadrini, po për fat keq, që kjo fotografi më ka mbet,
Se nuk ishte atëherë këto telefonat, të gjë, nuk ishte. Këtu jem në shkollë me nxënësit grupi dramatik, ku përgatitëm një dramë dhe në fund bëm një foto. Këto nxënës tani me siguri janë martu, janë bë prindër. Jeta vazhdon. Tu jemi, do t'i komentoj këto për një herë, me që janë të njëjta. Në manifestimet, kur i mbanim në shkollën Regjë Rushi Zajazi në Zajas, e llogarit disa njerëz ka. Asnjë thirr, krejt nga qefi, nga dëshira. Edhe atë, shife, ky është Gjarusheti, baba i Agimit, arsimtari gjuhës në Zajas, edhe ajo është i Regjës. Atë datë ko vinjit? Vinjit. Unë jam gjenerat me Ollaman Suleman, një klasë kemi qenë. Kjo është shumë e hershme. Shka vita më është e hershme, shifet pamja. 93-4 që ti me siguri. Ma para është, se 93-4 kemi qenë në Greshnic, shumë ma para. Shqive, mjeku e kalon ordinancën, doktor Ibrahimi ka erdhë, po qëfar programe është përgatisim atëherë, po ishte kënaqësi. E këtu në aty në shkollë, duke marrë me siguri në shpërblim, 95-ën, edhe këtu me nxënës, 91-92. Vetëm se ka fillu numri të bija i nxënësve. Ndoshta ka qenë paralel ma me pak nxënës, se këto erdhë një farë momenti, nuk deshin nxënësit fort të përzihen njëri me të. Jo, ne do t'jemi vesh një klasë. Ishën 3 paralele, edhe këtë ma të për nxënësit e Trapshidollit, shprehen dëshirë se demonstravën dhe ta eduan për kërgjëstar klasë. Këtu jem unë vetë në Zyrë, 13 mars 96, këtu jemi me disa kolegë, me siguri dita e shkollës, zëtin Huskun me siguri mund ta njofish, edhe ky Adilje Dhajnë Rojet, ky Gati Slevis, ky është i Ndjerë, Husku edhe ky me Shkopin hec. Jemi bë këtu kolektivi i shkollës, në atë kohë kam qenë përgjegjës 94 të punësumit. Edhe këtu 2006-2007 Vërtet, me disa foto tash, ma shkurtimisht, është një pjesë e jetës që ju i kini kalu në kohë dhe sakrificat që i kini pas. Mësus Mustaf, unë do kështë dash të pjesë me që të gjithë musafirit i pjesë në aspekt familjar, dhe thonë, fëmijët, u kanë kry shkollimet, ku gjinde, dhe thonë, si jeni këtë? Po, ka una e fëmijëve, si gjithë shqiptarët edhe mu nuk e kom, me që i kom 3 vajza, një djalë është këtu punon, i martuar me 3 fëmijë, një nip dhe 2 vajza, vajzat i kom jashta, thash si gjithë, sepse të ne nuk ka njeri që e ka prek kjo rrugë. Absolutisht hiq, edhe kur shkon nërmen tash, s'kesh kush. Kjo është jeta. Për një jetë më të mirë, jo që askush më s'ko se s'kam pas ta. Që me rrugët e arsimit, ja kemi dalë disi, që ose ju me bollik. Qësë Mustafa, unë që falenderoj për kohën që ndatë të flasim pak për jetën e ju, të flasim pak për arsimin, të flasim pak për kontributin që kini dhënë ju, po kanë dhënë edhe arsimtare që i përmendet ju në kohë, dhe thëmë për ndryshimet që ju ka rasi barë juve në kohën bas vitit 91,
me ndryshimin e sistemit që do është ecë disa çështje të shqiptarëve në aspekt të arsimit përpara që ju edhe i keni lëvizur së paku së bashku me të gjithë kolektivin. Faleminderit për kohë. Faleminderit edhe juve për nderin që na i bëni dhe ta kujtojmë edhe ne të kaluarën tonë, sido që ka qenë edhe është, ajo është, nuk mund ta ndryshojmë fare. Shumë faleminderit. Faleminderit. Shikues të respektuar, ishte me ne mësuesi Mustafa Ramadani, mësues i gjuhës dhe letësisë shqipe që ka punuar mbi 40 vite në shkollën apo në shkollën e fshatit Greshnic, njerë që ka qenë fillim kuadër të shkollës Zajazit dhe më pastaj nga viti 96-7 mos gaboj edhe në përvecimin që është bërë si shkollë më vete Fajt Konica. Ju falenderoj për vëmendjen me cilën na ndoqët dhe shihemi javën e ardhshme me veteran tjetër të arsimit të rrethit të Kërçovës.